Për shumë njerëz New Yorku është qyteti i mundësive, por për antropologun amerikan Derek Bazler ëndra e tij e vërtetë ka çuar në një tjetër destinacion, në lagjen Dobraç të Shkodrës. I lived there with a friend of mine and Prej një viti po jetoj në Shkodër dhe jam shumë i kënaqur. E di që Dobraçi shpesh përmendet në lajme për arsye negative, por në të vërtetë është një lagje mrekullueshme. Banorët janë të sjellshëm dhe mikpritës, ndaj ndihem si në shtëpi këtu. Me vendin tonë u njoh rreth 8 vite më parë gjatë një udhëtimi që e çoi nga jugu i Shqipërisë deri në Alpet e Veriut. it was really special to me because Erdha nga jugu në një tur dhe më pas në Alpet e Veriut, vizitova Thethin, Valbonën dhe më pas Surrajt e Epërm në Nika e Mërtur. Kam udhëtuar në shumë vende të botës, por ajo që më ndodhi aty nuk e kisha përjetuar kurrë. Po udhëtoja vetëm dhe me qenë se aty nuk ka asfalt telefoni, nuk kisha rezervim. Sapo mbërrita në fshat, më dolën përpara banorët dhe më strëhuan në shtëpitë e tyre. Një mikpritje që nuk e kisha parë kurrë, prandaj u dashurova me këtë vend. Sot Bazler po përfundon doktoraturë në antropologji në Universitetin Evropian të Vienës me fokus tek historia, kultura dhe traditat e malësorëve shqiptar, një studim që synon ta butoj si libër. Po studioj transformimin e jetës në këto zona të largëta pas ndryshimeve demokratike dhe ndikimin e turizmit në to. Nga njëra anë, turizmi sjell përfitime ekonomike, por nga ana tjetër mund të rrezikojë vlerat tradicionale. Megjithatë, ajo që më ka impresionuar është se mikpritja shqiptare mbetet ende e fortë. Kam mësuar shumë nga malësorët tuaj, mënyra se si e vlerësojnë familjen, miqt dhe natyrën. Është një lekson i çmuar mbi jetën.